KFOR nuk do të pranojë asnjë kusht për të mundësuar lirinë e lëvizjes në veri të Kosovës. Liria e lëvizjes për të gjitha palët nënkupton organizatat ndërkombëtare dhe popullin e Kosovës, dhe ajo duhet të arrihet. Liria e lëvizjes vetëm për KFOR-in, por jo për EULEX-in, nuk është e pranueshme, tha zëdhënësi i trupave të NATO-s Uwe Novicki. Komandanti i KFOR-it ua ka bërë të qartë kryetarëve të komunave në veri të Kosovës se liria e lëvizjes duhet të arrihet pa asnjë kusht për çdo kënd në çdo kohë. Asgjë tjetër veç kësaj nuk është e pranueshme. Banorët serb të veriut janë shprehur se pranojnë të heqin barrikadat, por me kusht që në rrugë të qarkullojë vetëm KFOR dhe jo EULEX, ndërsa presidenti serb Boris Tadić theksoi se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit duhet të rinisë sa më shpejt, pasi ky është një problem ndërkombëtar. Presidenti e bëri deklaratën përpara nisjes në Gjermani për një vizitë zyrtare, ku do të takohet me kryeministrin e Landit Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Parlamenti në Beograd pret nga qeveria të dorëzojë një raport për progresin e bërë në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Një parakusht ky për mbajtjen e një debati parlamentar për situatën në Kosovë. Partitë opozitare kërkojnë debat për veriun, por nuk është arritur marrëveshje në cilën formë do të adresohet kjo çështje. Ndërkohë serbët hoqën një barikadë pranë banjës në rrugën drejt pikës kufitare të Bërnjakut, të ngritur prej tyre 2 ditë më parë, ndërsa 2 pikat kufitare në veri mbeten ende të mbyllura.